Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky dhe të dërguar amerikan zhvilluan negociata për më shumë se 5 orë në Berlin, pa sinjale për ndonjë rezultat potencial, duke thënë vetëm se bisedimet do të vazhdojnë edhe të hënën. Para nisjes së takimeve, Zelensky lat kuptohet se Ukraina do të heqë dorë nga aspiratat për të antarësuar në NATO në këmbim të garancive perëndimore të sigurisë, sipas Financial Times. Megjithatë, heqja dorë nga NATO-ja nuk është vendim i lehtë për Zelenskyn, pasi antarësimi në aleancë është synimi i përfshirë në kushtetutin e Ukrainës. Prej fillimit, dëshira e Ukrainës ka qenë të bashkohet NATO-s. Këto janë garanci reale të sigurisë, deklaroi Zelensky në përgjigje ndaj një gazetari. Në mesin e kërkesave kryesore të Moskës është që Kievi të mos antarësohet kurrë në aleancën ushtarake perëndimore. Shumë vende anëtare të NATO-s, përfshirë SBA-n, e kanë përjashtuar mundësinë e hyrjes së Ukrainës në aleancë, të paktën në kushtet aktuale. Negociatat e Zelenskit me zyrtarët amerikanë dhe ata europian synojnë ndaljen e luftës së Rusisë në Ukrainë, që ka nisur pothuajse 4 vjet më parë. Moska në anën tjetër e ka nënvlerësuar rëndësinë e bisedimeve në Berlin, pasi palët vazhdojnë të mos pajtohen për çështje territoriale dhe garanci të sigurisë, teksa vazhdojnë përpjekje diplomatike. Ukraina dhe Rusia i kanë vazhduar sulmet. Një sulm rus me dronë në një qendër tregtare në Zaporizhia lat plagosur 6 persona, përfshirë një fëmijë.